Këta të dashur vlonjat bashkëdhetar. Neve sot jemi mbledhur këtu me një grup ebresh student për masters, duke mësuar masters për Holocaustin dhe gjenocidin. Këta student që të bëjnë thesis duhet që të mësojnë dhe të bëjnë dhe një udhëtim në vendet ballkanike. Kur ta bëjnë këtë udhëtimin, do mësojnë nga gjitha vendet se si ishte Holokausti dhe kanë gjitha ato pyetje për të bërë. Por qyteti i parë, vendi i parë që erdhëm ishte Shqipëria. Edhe unë i takova grupin këtu dhe kemi kaluar shumë bukur në Tiranë. Kam organizuar shumë takime dhe kanë qenë me të vërtet një program fantastik. Në Tiranë ka mundësi dhe e ka marrë dhe televizioni. Pas Tiranës, sot vajtëm në Berat dhe në Vlorë, në Berat pana të vëndin ku ishin e brejnjt, dhe vajtëm të Muzeumi Solomoni. Kurse ta erdhëm në Vlorë, që të vemi të rruga e Ana Cohen, në qoftë se i njihni, qytetare nderje Vlorës, që vdes për vlonjatët dhe Shqipërinë. Jemi duke pirë kafe këtu, edhe avash mund të bërnë dhe një intervistë të vogël për çdo. Po, edhe një pyetje? Po, arruam zotin, arruam këtu Rokon me dyre. Rokua është shpëtimtari i familjes time, babai i tij, Roko Lazaj. Nga Trevllazëri. Edhe ky me këtë vap sot erdhi se ishte kaq i gëzuar që të shofi të gjithë grupin. Edhe të gjithë u takuan, i bën pyetje, ishte shumë bukur. Edhe një gjë tjetër që unë kisha ftuar dhe kryetaren e bashkisë që se kisha njohur dhe u kënaqa që e njofta. Edhe na foli pak për Muzeumin Ebraik që është duke punuar, edhe të gjithë u kënaqën që eventualisht patjetër do kemi edhe një muzeum ebraik që of course ka qenë në ëndra ime, e gjitha ëndrat e mia realizohen apo jo. Edhe kështu. Tash po të doni, mund të merrni në intervistë